do të shkojnë sot në seancë? Ne kemi një takim me grupin parlamentar dhe natyrisht që marrëmi pjesë në seancë, po kjo seancë është antikushtetuese, antidemokratike dhe ka jo vetëm prej djeshit, po ka 2 vjet që në Kosovë është suspendu demokracia, mohan zgjedhjet, të cilat janë epizodi shkurt demokratik, po këtë që ndodh këtë vend është që ka një përmbysje të rendit kushtetues pas çdo rezultati zgjedhor si përpjekje e zotit Kurti për ta nënshtruar opozitën dhe për të mos pas bashkëpunim politik. Po për çdo gjë, besoj që kryetari i partisë dhe kolektivet do të flasin. Zotëri Hoxha, pse bëni pjesë seancës që është shkelje e rendit kushtetues? Unë besoj që ne do të japim çdo sharrim të mundshëm, po natyrisht që ne nuk e bojkotojmë punën e kuvendit dhe si deputet të zgjedhur. Nuk i themi jo parlamentarizmit, do të ishte e fundit që ne thjesht të ikmi. Vetëm ta kryj tash. Vetëm ta kryj, mëse më pyetet, do të ishte e fundit që ne realisht të ikmi seancave të kuvendit të Kosovës, po në seancë do ta them qëndrimin tonë. Se si e shohmi këtë seancë, unë ju thash të qartë, në mënyrën më të qartë që do të thotë është seancë e cila është antikushtetuese, e cila është antidemokratike, e cila e shkel çdo parim të sundimit të ligjit dhe të procedurave, të asaj se si duhet të konstituohet kuvendi. Sot jemi në një situatë e cila është anarkike, jashtë rendit kushtetues, jashtë rregullave, jashtë demokracisë, por qytetarët neve na kanë dhënë mbështetjen dhe votën që të jemi përfaqësues të tyre në kuvend dhe do ta bëjmë betejën brenda kuvendit dhe jashtë kuvendit. Dhe unë nuk jam i ri në këtë sport, që e dini, po jam që një 25 vjet këtu, kështu që e di se për çfarë po flas. Po do të ishte e fundit që do të thotë opozita ta bojkoton një seancë të tillë, po duhet politikisht të sillemi në mënyrën më të pjekun, po më të vendosur në raport me një situatë. Bëni pjesë një seancë që ka shkelje kushtetuese apo jo? Unë kesh super i qartë në ato se çfarë e thash, dhe kjo është edhe qëllimi i zotit Kurti, nëse do me hyj shpejt në temë. Kjo është ideja e zotit Kurti, që ta fajson opozitën, se gjërat që ne po bojkotojmë një seancë të tillë, por çfarë po dua të them është që pjangjes emrin e drejtë dhe të duhur seancës, që seanca është antikushtetuese, antidemokratike, nuk është në përputhje me idenë e sundimit të ligjit, se dje do duhet të konsiderohet kuvendi i Kosovës. Ju më keni pasur që kam shku tek dera kuvendit dhe salla kuvendit ka qenë mbyllur. Qytetari ja ka dhënë votën çdo deputetit PDK-s, edhe mua personalisht, që ta përfaqësoj vullnetin e tyre brenda sallës së kuvendit, dhe unë do të shkoj brenda sallës së kuvendit që ta përfaqësoj këtë vullnet politik. Dhe do të varet shumë se çfarë themi në sallë dhe si sillemi sot. Si dje bojkotoi seancën e thirrur nga ju, kurse ju ditën e sotme që po e konsideroni antikushtetuese, po merrni pjesë. Megjithatë, Mirë të kisha sugjeruar me shkuën panel të gjykatës kushtetuese që pas një ori juridike. Lena Agjiu pati një prononцim para mediave ku thas që nuk janë dërguar, por nuk janë procesuar tek Avni Dehari në arkivet. A keni informacione? Po mendoj që kesh i qartë çfarë thash. Faleminderit shumë.